Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hamdallahu Jalla Jalaluhu për gjitha mirësitë e tija, salavat në pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij, dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke përcjellë mesazhe dhe këshilla para namazit të teravive, dhe një prej këshillave që konsideroj se është rëndësishme gjatë të jetës tonë me tekst të veçantë në muajin e begat të Ramazanit, të çështja e ngritjes së vetdijes tonë për të qenë më korrekt dhe më afër Allahut xhela xhelaluhu. Sigurisht që këtë vrejmë secilin vetveten tonë në këtë muaj të begat të Ramazanit, jemi më të kujdesshëm në mirë menaxhimin e kohës dhe jemi më të kujdesshëm sa i përket arritjes së shpërblimeve. Në fakt do duhej që kjo vetdije të na përcjellte gjatë tërë kohës. Dhe sigurisht që secili prej neve intereson të din a thuvall çfarë po ndodh që nuk jemi të njëjtë madje si në fillim të Ramazanit, si në mesën, si në fund. Dhe nuk jemi të njëjtit po ashtu dhe jashtë muajit të Ramazanit. Faktorët janë të shumë, arsyet janë të ndryshme, mirë po konsiderojmë se është një prej faktorëve përmbledhës dhe pikë kyçe për krejt këto është stabiliteti. Me qenë stabil të ndershëm vëllezër është shumë e rëndësishme, madje Allahu xhela xhelaluhu çështjen e stabilitetit e ka konsideruar prej çështjeve fundamentale dhe primare për besimtarin, që besimtari me qenë stabil vazhdimisht në qëndrime. Andaj, muaji Ramazanit na ofron këtë mundësi, pra 30 ditë radhazi e bindim veten që duhet me agjëru, duhet me u falë, ta ruajmë stabilitetin e veprave të mira. Dje kam lexuar Kur'an të lexoj edhe sot. Dje i kom falë taravit, i fali sot edhe nesër, edhe shumë vepra të mira që i grumbullojmë mrana muajit të Ramazanit, mundohim ta e bindim vetveten që të jemi të vazhdueshëm te. Pra, i bie që mundemi me i shfrytëzu mekanizmat me bind vetveten për mirë, që të jemi stabil. Prandaj, për pak minuta po mundohna me numëru disa faktorë që ndikojnë në stabilitet. Në radhë parë të ndeshëm vëllezër dhe motra, adresa e krejt vlerave është sinqeriteti. Pra në momentin që jemi të sinqert, e bindim vetveten që muaji i Ramazanit është muaj i begative, muaj i shpërblimeve, por i njëjti Zot i cili na ka obliguar me këto obligime në Ramazan është po i njëjti jashtë Ramazanit. Atëherë, të jemi të sinqert në Ramazan, edhe më ta e gdhendim sinqeritetin, ta e rregullojmë sinqeritetin që mos të bëhemi lokalista, mos të bëhemi të përkohshëm. Pra 30 ditë radhazi t'i flasim vetvetes. Të paktën të ndershëm vëllezër dhe motra, po flasim për bazamentet, për fundamentalet që nuk bën pas Ramazanit me u të hiq nga to, sikur që janë falja namazit. Në muajin e Ramazanit i falim një pjesë 5 kohë namaz, pastaj pas Ramazanit i kthehen në rutinës. Pra, defekti është e njëjti. Duhet me i fol për njëtin. E zotërunat dikush që me bën jetë të kundërtën. Me thonë Ramazan do të bëna besimtari mirë, mas Ramazanit po vazhdoj çyshim kanë. Kjo tani kanë thonë dietarët islam e rrezikon ibadetin në mbrana Ramazanit. Se Allahu xhelle xhelalu i din qëllimet tona, i din jetët tona. Allahu i din jetët tona para se me bëna veprën. Prandaj e kemi mundësinë që në Ramazan ta rregullojmë jetën. Pra t'i flasim jetën. E dyta, me lut Allahun vazhdimisht për stabilitet. Me lut Allahun vazhdimisht, o Zot, mundsoma që gjatë Ramazanit jam ibadetxhi, adhurues yti, po edhe pas Ramazanit, vazhdimisht me pas dert, me pas preokupim këtë çështje. Për atë arsye Allahu xhela xhelalu në shumë vende të Kuranit na thret këtë vlerë, siç thot Allahu xhela xhelalu,
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Në surën An-Nisa, Allahu xhalla xhelaluhu thot: na flet për një komunitet më herët, mirë po citati është i përgjithshëm, vlen deri në kiamet. Ani pse flet për Beni Israilit. Allahu xhalla xhelaluhu po thot: sikur ata të vepronin me këshillat e Allahut, me udhëzimet hyjnore, dhe të merrnin seriozisht këshillat e Zotit, të punonin me to, do të ishte më mirë për ta, më në interes tyre, edhe do të përforcoheshin, do të ishin stabil. Pra, që i bie se rezultat që disa njerëz edhe në të kaluarën tanishme dhe do të ketë që rrëshqasin, ndryshojnë, sikur që është folën të kalunën, po flasin të kalunën jo të hershme që i kemi mrina, ka pas njerëz që në Ramazan i ka thonë vetit stop alkoolit, stop të shia, se gjadën nërsjetën dhe në Ramazan. Mas Ramazanit, se gjadën në kluk i kanë thonë këtë njëherë në ark, edhe ka vazhdu jotës. Të paktën nëse ka këtë vit, pra ai që ka këto probleme ta shfrytëzon muajin e Ramazanit për me rregullu njëtin. Pastaj Allahu xhela xhelaluhu ka garantuar se ata të cilët e kërkojnë stabilitetin dhe kërkojnë stabilitet për Allahut, Allahu ja vep këtë. Thot Allahu xhela xhelaluhu: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allahu xhela xhelaluhu i përforcon me fjalë të fortë besimtarët. Fjala e fortë është, ka thonë prej sahabëve tabiinëve tutje, o shahadeti. Ai që e njeh mirë shahadetin, ai që e shqipton mirë shahadetin, e ka kuptuar mirë shahadetin, e ka besu drejt shahadetin. Nuk mundet që mas Ramazanit me praktis namazin. Zotëruna, unë veç po bëj koment, be thonë Zot tash valla s'po të njeh. Mas Ramazanit valla s'po të njeh. Kum njeh në Ramazan, kum adhuru tash mas Ramazanit m'ja kthy shpinën. Kjo i bie domethënë një paraqet një rrezikshmëri. Edhe shumë gjëra kisha me përmend, po koha s'po premton, ka qenë qyshe edhe dini prej lutjeve të vazhdueshme të pejgamberit alayhis salam. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. O ti që i rrotullon zemrat, forcoje zemrën time në dinin tonë. Pra nëse pejgamberi alayhis salam është lutur me këtë, po ne vëllezër i bie pra çështjet e jetës mund të ndikojnë në mos stabilitetin tonë. Apo nëse zemra ipet, joshet mas interesave të kësaj bote, gjithsesi që pastaj është edhe rreziku i devijimit. Shoqëria ndikon shumë, motivet ose mekanizmat ndihmës ndikojnë shumë, namazi nafile, namazi natës, sadakaja, krejt këto ndikojnë, Allah na bëj stabil. Derisa dalim nga kjo botë, deri në frymën e fundit, dhe të dalim nga kjo botë me shahadet, duke qenë Allahu i kënaqur, Allahu shpërblet për vëmendjen, walhamdulillah.